mund të sistemoheshin në një farë mënyre dhe do të vazhdonte tregtia në mënyrë më të rrjedhshme, përndryshe siç është tash që është bllokuar komplet. Misha, a nuk është dhe ajo pyetja që bëra në fillim në raport me Rusinë dhe Kinën, a nuk është shpallje lufte në momentin kur ti i bllokon dikujt ujërat ndërkombëtare dhe a do ta pranojë Rusia dhe Kina që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëhen apo të bllokojnë marrëveshjet që këta kanë me popull sovran siç është Irani apo qoftë edhe vende tjera në gjirin persik. Pra, si e vlerëson çfarë qëndrimi do të mbajë Rusia dhe Kina në raport me këtë vendim që një pjesë e kanë konsideruar edhe një goditje shumë të rëndë për stabilitetin e brendshëm qoftë Kinës, por në rastin konkret Rusia është larg, por nëpërmjet Kinës dhe Rusisë. Këtu ka pasur precedente të tjera, domethënë për sa i përket normës ndërkombëtare detare, dhe kanë sulmuar për shembull vendet perëndimore, kanë bllokuar, kanë arrestuar cisterna të ndryshme me pa flamur rus, por që mbartnin naftën ruse. Ka qenë një tanker që është për shembull është arrestuar në ujërat e Francës, por sot e kanë lëshuar. Nga ana tjetër, konflikti ishte edhe me Britaninë e Madhe, kur anijet ruse luftarake dhe nëndecet vajten mu tek, le të themi, tek nyja kryesore ku kalon interneti dhe lidhjet e ndryshme të rëndësishme, le të themi, me rëndësi jetësore për Britaninë e Madhe, duke demonstruar në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë që nëse juve do të vazhdoni të godisni në mënyrë pirateske anijet tona, ne do t'ju bëjmë këtë që këtu ku jemi. Pra, është një lojë e tillë mund të luhet në të dyja kahet. Mirë po sepse pirateria ka vazhduar tashmë prej më tepër se një vit dhe Ukraina ka goditur shumë tanker tashmë dhe në anije jo vetëm ruse, por turke dhe të vendeve të tjera me flamur të tjerë. Një anije ruse për shembull, një tanker është goditur në brigjet afër brigjeve të Libisë fare dhe aty ka pasur vërtet një regjiment Ukrainas që kanë organizuar të goditje, por sigurisht që kanë mbështetjen e Perëndimit. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Për këtë arsye Rusia, pavarësisht se jo kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt për drejt, po tregon që është e vendosur që për interesat e veta është gati të godasi, jo vetëm të mbrojë interesat e vetat me shoqërimin e anijeve. Pra, sigurisht që mendoj që Kina dhe Rusia që janë të interesuara për një, le të themi, kontroll të baraspeshuar nga të gjitha anët edhe të kanalit të Hormuzit, për këtë kanë deklaruar dhe në Kremlin edhe sot biles që kjo është një drejtë ndërkombëtare dhe shpresojnë që të gjithçka të zgjidhet në mënyrë paqësore, por Rusia për momentin nuk mund të bëjë shumë. Nga ana tjetër sigurisht që në koordinim me Kinën dhe ndoshta Lavrov ishte në Kinë pikërisht për këtë, sidomos për të koordinuar veprimet me palën kineze, sepse Kina nga ana vetë është një fuqi, super fuqi e zakonshme edhe ushtarake, edhe ekonomike. Mirë po, le të themi që në vendosmërinë ushtarake Kina nuk është dalluar shumë historikisht dhe kinezët janë për zgjidhjen paqësore, për manovrime, për lidhjet ekonomike dhe jo për luftë drejt për drejt ushtarake. Të paktën kështu kanë vepruar për shumë dhjetra dhe dhjetra vjet. Ndërkohë ka shanse palët po rikthehen në tavolinë, Misha. Si e vlerëson mundësinë e një arritje të një armëpushimi afatgjatë, pavarësisht se të dyja palët po distancohen nga lajmi që se kush ka kërkuar që të zgjas afatet e armëpushimit. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë ne këtë se kemi kërkuar kurrë, por njëkohësisht edhe Irani thotë ne nuk kemi kërkuar zgjatjen e afateve. Pra, si e vlerëson mundësinë e arritjes së një armëpushimi afatgjatë midis Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kohë ku pritet takohen dhe të vendosen disa piketa. Thuhet që Irani ka bërë, të paktën nga përfaqësuesit dhe negociatorët pakistanez, thuhet që ka bërë një major breakthrough, një
te i kalim të madh në raport me atë që konsiderohet programi bërthamor, por kjo mbetet për t'u parë. Po si e vlerëson, a do kemi një armëpushtim të shpejt, apo do kemi atë që parajmëron Këshilli i Sigurisë ruse, një sulm nisur nga fakti që po shkon edhe një aeroplan mbajtës atje dhe nga fakti që Marinca, Savin edhe pozicionohen në lindjen e mesme. Po, unë mendoj gjithashtu, jo se isha prezent në Këshillin e Sigurisë ruse, po dhe unë mendoj që një përplasje e tretë shumë e mundshme dhe duke parë dhe kryenëqësinë iraniane, pavarësisht nga ata në një farë mënyre kanë lënë të kuptojnë që mund të bëjë lëshime etj, por ato 10 pikat e Iranit nuk janë pika që mund të kapërdijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë, le të themi, të fort bën të ditur që ata nuk kanë kërkuar zgjatjen e armëpushimit dhe vetë zëdhënësja e shtëpisë Bardh deklaroi për këtë gjë dhe kishin dashur të nënvizonin këtë gjë për të fajsuar më tej pa ndoshta Iranin në rast të një shpërthimi të ri. Nga ana tjetër, një luftë e gjatë për Shtetet Bashkuara të Amerikës është e papëlqyeshme, sigurisht. Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë kanë harxhuar një rezervë të jashtëzakonshme të municioneve të veta dhe që do duhen vite, mos themi edhe 10 vite për të rimbushur, domethënë arsenalet e tyre. Por sigurisht që fuqia amerikane nuk mund të krahasohet me atë iraniane, por Irani mund t'i bëj keq, mund t'i godasi satelitët, ose shtetet që janë të gjirit që janë pro-amerikan, me bazat dhe me infrastrukturët e ndryshme që ndihmojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, një përshkallëzim i mëtejshëm është i mundur, një gjë të tillë nuk e dëshiron as Kina. Nuk besoj që të paktën Rusia në fjalë dhe në diplomaci mund ta deklarojë që e dëshiron, sigurisht që jo. Por nga ana tjetër, le të themi që sa më tepër vazhdon kjo koha e një konflikti të pa zgjidhur për Shtetet Bashkuara të Amerikës, koha punon kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, Irani çuditërisht nuk ka ngut. Dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës përkundrazi, së shpejti të paktën në vjesht janë zgjedhjet në Senat, prandaj dhe është e dëshirueshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë apo në një tjetër të dalin nga kjo luftë dhe të shuajnë një konflikt tjetër, të shpresojmë që atë të Ukrainës. Ndërkohë, pyetja e fundit Misha lidhet me një lajm të Ministrisë së Mbrojtjes ruse, e cila ka bërë një publikim të fabrikave, po i them unë, që prodhojnë dron në Europë, ku kemi fabrika në Londër, Holland, në Gjermani gjithashtu. Pra, nga Medvedev këto janë konsideruar si potential targets, si objektiva potencial të Rusisë, sepse këto janë fabrika që prodhojnë dron që i shkojnë Ukrainës. Si e vlerëson këtë? Arsyeja në qoftë se nga njëra anë, domethënë në qoftë se kishin dërmën t'i godisni në këto pika, nuk do ta bënin listën nuk do të publikonin listën. Ky është një lloj presioni që t'i bëhet, domethënë vendeve prodhuese të dronëve për t'i treguar shikoni, neve po pësojmë humbje të mëdha në njerëz dhe materiale në Ukrainë prej jush, ju jeni të implikuar direkt në konflikt. Dhe si të tillë do të trajtoni si domethënë mund të goditeni. Dhe mendoj që Rusia nuk do të godas Europën. Ky është paktën është mendimi i çdo logjik i çdo personi normal që diçka nuk duhet të shkojë kurrë në një konfrontim direkt mes Rusisë dhe Europës. Por nga ana tjetër shumë, le të themi, politikanë në Europë po bëjnë gjithçka që Rusia dhe Europa të përplasen në një luftë të tmerrshme. Deri tani në çpik është konflikti, se më bëri përshtypje Misha për faktin se ndërkohë që dhe Kinës i kërkohet që të mos armatos më Iranin, edhe Rusia në një farë mënyre po i kërkon Europës që ndalojnë furnizimin e Ukrainës me dron. Po sepse Perëndimi e ka atë qasjen si të mbretit, bëni atë që them unë, mos bëni atë që bëj unë.
Prandaj mendoj që është koha për të zgjidhur të gjitha rebuset e luftës në tryezën e bisedimeve, të ndalohet me njëherë lufta dhe mos eskalohet konflikti. Sa më tepër vazhdon lufta në Ukrainë, aq më keq dhe aq më situatë e nder do të krijohet. Biles me dronet që kaluan në vendet balltike, Rusia ishte gati t'i godiste, sepse janë vërtet, do me thënë dronë që vinë nga shtetet e balltike dhe godasin rafineritë e naftës në Rusi. Dhe herët avon, kjo gjë do të ndodhë nëse do të përsëritet. Sa i mundshëm është ky skenar, se e kam diskutuar shpesh në këtë studio, që vendet balltike mund të jenë të parët që mund të sulmohen. Unë mendoj që në një farë momenti edhe Rusia edhe Europa do të stepen, do bëjnë një gjysmë hapi mbrapa apo një hap mbrapa, sepse pash edhe reagimin e Estonisë mbas kësaj gjëje, do me thënë që ata i dërguan një notë proteste, është për të qeshur, por dhe për qarë ndoshta. I bën një notë proteste Ukrainës për futjen e dronëve ushtarak Ukrainas në territorin e Estonisë, do me thënë formalisht, për treguar që neve nuk jemi për eskalim e tjerë. Nga ana tjetër, duke mos pasur le të themi ngrohtësinë e pranisë së Shteteve të Bashkuara të Europës, të Amerikës, më fal, për le të themi në punë të Europës, në paktën në këtë moment, europianët ndihen më pak të sigurt se më përpara në le të themi ombrellën amerikane. Edhe ky ndoshta hapi që bëri qeveria franceze duke lëshuar tankerin që kishte kapur, pra është gjithashtu e kësaj. Edhe fakti që le të themi Britania e Madhe, pavarësisht nga deklaratat që ne do të kapim çdo anije ruse që do të lundrojë me ngarkim të nafte në ngushticën e La Manche-it, de facto asgjë nuk u bë, pavarësisht nga trysnia e le të themi e nëndecëve ruse, tregon që frika ruan vreshtin dhe ndoshta ne të shpresojmë të gjithë me shumë forcë që asnjë konflikt të tillë të mos ndodhë mes Europës dhe Rusisë. Rusia dhe Europa duhet të bashkohen ekonomikisht sa të jetë e mundur për interesat reciproke të vendeve. Rusia ka shumë çfarë t'i ofrojë Europës për sa i përket naftës dhe gazit, që mos ta blejnë 3-4 fish më shtrenjtë nga Amerika. Ndërkohë që po përflitet për një NATO tashmë europiane tërësisht të distancuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do të investohet pikërisht tek containment, tek ajo përmbajtja e Rusisë. Pra si e shikon, do shkojmë tek skenari i bashkëpunimit ekonomik apo do shkojmë tek skenari i konfliktit? Varet se sa establishmenti aktual në vendet respektive, përfshirë dhe Rusin, por dhe Europën, do të jenë në pushtet. Në qoftë se këta që janë tashti do mbeten në pushtet, do mund të ketë edhe luftë mes dy palëve. Në qoftë se establishmenti që më bën të shpresoj që do të ndryshoj fillimisht në Europë, por le të themi gjithandej do të ndryshoj. Orbani humbi. Atë që sillte një ndryshim të situatës dhe Rusin mund ta shikonin tashmë si një partner ekonomik dhe jo si një kuqedër e rrezikshme ushtarake. Po Orbani humbi, ë? Humbi me dëshirën e vet apo si humbi dhe kundrejt kujt humbi? Nuk erdhën të majtët në Hungari, erdhi e djathta dhe u forcua akoma më tepër e djathta. Si ka raportet me Rusin? Lexova një supozim, është një teori konspiracioni sigurisht, por ishte një pyetje shumë interesante në shtypin rus, kur thohet: për një moment imagjinoni që Orbani 2 vjet para se të kishte zgjedhjet, bie dakord me një person që ti tash do shkosh do bësh mua opozit, do ta marrësh ti pushtetin, që të mos ta marrin të majtët dhe Sorosi. Edhe ai vjen në pushtet. Sepse deklaratat e Magjar tashmë i dihen, ai deklaroi që nuk është për inkuadrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, nuk është për pjesëmarrjen e Hungarisë në financimin e Ukrainës, nuk dëshiron të heqë dorë nga furnizimi me naftë dhe gaz nga Rusia, dhe gjithashtu nuk do të pranoj emigrant në vendin e vet, pra janë shumë gjëra që politika jashtme europiane nuk do t'i pëlqejë. Misha, të falenderoj shumë për gjithçka. Ishte kënaqësi, mirupafshim. Kënaqësi. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Basir Çollaku, koleg gazetar. Basir, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Almer Toska, drejtuesi Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam.
Arber Hitaj, koleg gazetar, Arber, knesi që urëm. Basir, do të nis me ty, GKO, apo, si që i thonë ndryshe shqiptare, SPAK, ka thirrur Edi Ramën të dëshmoj për dosjen Partizani. Çfarë po ndodh në të vërtetë, sepse dua ta sqaroj këtë. Çfarë më kujton kjo, Redo? Ishte një grua që gjithë kërkon të martoheshin me të, dhe ajo u thoshte jo. Dhe s'po e gjenin kodin në pinin, thoshte. Dhe vajte njëri për të thoshte, prishet punë të martohemi bashkë? Jo, tha ajo, prap. Edhe kjo jo shërbeu si përgjigje pozitive. Edhe kjo, le të themi, heshtja e strukturës së posaçme, pra ose miratimi në heshtje, jam dakord nëse duan këta, ç'është nëse duan këta. Dhe gjykata do të ka pranuar le të thras Ramën për dëshmuar. Tani aty mungon episodi i hetimit, do të bëhet hetim gjyqësor. Dhe gjykata duhet vendosë ta kthejë mbrapa për hetim përsëri si të paplot për episodin kur Rama, siç tha zoti Berisha, ka 10 apo 11 firma aty. Me 2-3 kemi parë të gjithë janë publikuar. Është ndryshimi i destinacionit firmos ku qenë kryetar bashkie, sekretar këtë. Por vajtja e Ramës në SPAK-un besoj se është unë një herë nuk besoj se do shkoj. Do ta shpërfill. Dhe kjo është përballja. Do shkoj Rama aty apo ta bani forcërisht? Do e detyroj gjykata. Duhet shkojnë në gjykat, pa diskutim, edhe pse është në pozitat ku është. Teorikisht po. Ai duhet kishte shkuar për shumë çështje. Ai mund ta japë dëshminë edhe me shkrim. Mund të shkojë, jo, në këtë rast është instancë gjyqësore dhe është detyruar të shkojë atje. Në fazë hetimore mund ndodhe jo me drejtë siç thotë Almeri, që shkojnë në oficer mund ta marrin, po. Por ky është je në proces gjyqësor dhe duhet të jesh përballë sepse pala që e kërkon si dëshmi është në instancë gjyqësore dhe do të pyes live le të themi subjektin tjetër. Në këtë rast mund prapë besoj që Rama do refuzoj, do përdor truke edhe të zvarritjes të procesit, do luhet sërish me procedurat. Sepse unë nuk dua ta shoh Edi Ramën si dëshmitar për çështjen e kompleksit partizan. Unë dua ta shoh Edi Ramën që të dëshmoj për incineratorët, që të dëshmoj për pastrimin e parave, për letën ndërtimit, për termocentralet e Vlorës, për voltaiket, për 1001 kusure, për dosjen e Dragetës për një tjetër. Kjo nuk është pak po jam dakord, po në listën e atyre çështjeve që në informacion që kam kur Rama rrezoni i përfshirë, kjo mund të jetë 30 apo 40. Dhe pesha që kanë të tjerët ku apo ndosin Balluku apo të Akshi. Ne kemi 2 dosje që janë organizata kriminale tashmë nga prokuroria dhe ku dalin emrat e familjarëve të Ramës apo të Ramës edhe por Olsi Ramën që sigurisht mos hetimi i kësaj çështje për Olsin është ndikimi i të vëllait i kryeministrit. Që gjithë prokurorët që kanë pasur për dur, që nga krimet e rënda, jurisdiksioni i përgjithshëm, edhe SPAK-u nuk kanë pasur këllçe që ta ekspozojnë. Dhe na thonë, na del njëri që se njohim. Ora zotëri njëri, nuk e njeh ju, keni fotografinë, po nxirren publik se ne mojmë ne qytetarët ta njohim individin. Se qëllon nga miliona shqiptar dikush që e njeh këtë, megjithëse ka flokë të shkurtra i ka akoma. Edhe ti tregojnë që të jap çeva përballë prokurorisë. Ndaj them që sërish ky gjysmë shkrepsi e ndezur se gjëja tashmë ka filluar një mundësi tjetër që Rama të paraqitet paktën në gjykat. Nuk kemi tek episodi afërmend prap. Nuk kemi aty, por gjithsesi prokuroria duhet ta kishte pse nuk e tharret prokuroria. Sa është episodi dimor, duhet ishte dëshmia e zotit Rama në ato dosje. Se ka veprim. Ka veprim që ka sjell pasojë, sepse këtë pasojë është duke hetuar prokuroria që ka marrë në hetim zotin Berisha dhe e çon në gjyq. Këtë pas po, dakord, po. Ky është shtegu, le të themi, ai sallaku i ujit, për të cilin ata kanë rrjedhur veprime të mëvonshme, ku pretendojnë se janë bërë gjëra të tjera. A lexon këtë si një hap i rrezikshëm i SPAK ndaj kryeministrit apo është hap thjesht për të larë duart dhe për të larë gojën, siç i themi? Kemi të bëjmë me një trimërim të SPAK-ut në raport me kryeministrin Rama në një kohë kur Rama ka bërë ato që ka bllokuar arrestimin e Belinda Ballukut. Ka përpjekje anemike të strukturës posaçme për të bërë, le të themi, një veprim, një episod hetimor të shkruar tek Rama. Ka veprime anemike, të pafuqishme. Dhe kjo është më tepër propagandistike se sa hetimore. Nëse prokuroria do kishte kultivuar dhe investuar seriozitetin dhe fuqinë institucionale dhe ligjore për shkuar tek Rama, ata duhet të kishin shkuar me shumë çështje të tjera. Charles McGonigal po bën 5 vjet. 5 vjet se ka thirrur një herë? 5 vjet. Ka thënë Zulumani në janar 2022, u mbushën 4 vjet në janar 2026, ka hyrë vitin e 5. 5 vjet, Tavlon Balla, Damian Gjiknuri, Erion Velia, Edi Rama të paditur. Por
gjobdhënie, për koncencione, për shërbime, për investime, kam lexuar pa dinë aty, ka një thes gjërash. Po, mos është ky fillimi, Basir, se... Pa fillimi I fundit, le të shpresojmë. Le të bëmi, thot një miku im, thot, unë jam optimist se do bëhet më keq. Arber, si e shikon, si e vlerëson këtë moment? Pra, deri para disa kohësh ishte e pa imagjinueshme kjo që kryeministri thirrej në gjykat, edhe pse në cilësinë e dëshmitarit do ta shohim se çfarë do të prodhojë ky episod më vonë, por si e vlerëson si moment në raport me atë që konsiderohet një luftë e tashmë e shpallur, jo e pashpallur midis Ramës edhe drejtësisë. Shiko, e para duhet sqaruar konteksti, që kjo është një kërkesë e përsëritur nga pala mbrojtëse. Pra, ka insistuar pala mbrojtëse e zotit Berisha dhe e Marbër Maltezit që të ishte zoti Rama dhe zoti Tavlan Balla, kryegrupit parlamentar që është dhe kallëzuesi. Është një kërkesë që është bërë vitin e kaluar dhe është pranuar nga GKK-ja. Është pranuar tani. Tani, nga GKK-ja. Pra që do thot, nuk ka në një gjë të jashtëzakonshme, nuk është se ka kërkuar SPAK, që është marrë me hetimin, dhe nuk është se ka kërkuar GKK-ja sepse ka parë që zoti Rama ka dalë diku, por e ka kërkuar pala mbrojtëse e të akuzuarve e të panderove. Por nuk është kjo hera e parë që zoti Rama shkon në gjykat si kryeministër, ka qenë edhe për çështjen e Tondoshit. Edhe ka vajtë dhe atëherë, ka bërë deponimet e tij, është marrë në pyetje dhe në atë periudhë kohe. Nuk ishte SPAK në këto. Po ka qenë në gjykat tjetër, por ka vajtur, pra nuk është përballë asnjëherë. Zoti Rama me gjykat. Për korrupsion dhe për krim të organizuar s'është përballur asnjëherë. Jo, po dhe kjo se ka, por nuk ka akuza. Pra, këtu ai do pyetet për një proces, çfarë ka ndodhur etj etj. Me sa di unë, me sa kam ndjekur në dosjen Partizani me shumë detaje, ai që ka qenë kryetar bashkie dhe që ka firmosur edhe më pas disa procedura, e ka pas detyrim ligjor. Çdo kryetar bashkie, kur I vete leja e ndërtimit në tavolinë, nëse nuk e firmos, atëherë ka probleme ligjore. Ai mund të shkojë edhe I kërkesë për vrasje, nuk e firmon sepse varet çka ka brenda. Autoriteti ishte kjo Arbër se autoriteti titullor, ai s'po firmosi gjithçka. Leja e ndërtimit kur është konform ligjit. Po nëse leja e ndërtimit se ja marr me këtë çështje në një televizion tjetër ku punoj. Unë kemi lexuar gjithë dosjen, besoj që jemi këtu. E ka detyrim Basir se ai thjesht ka firmosur lejen e ndërtimit. Po nëse një organizatë kriminale I kërkon lejen e ndërtimit, ai ka detyrim ta firmos? Po nuk shikon kryetari I bashkisë kush ja ka sjell, shikon dokumentat. Pra nëse dokumentat, procedurat janë rregull e firmos. Por në rastin konkret, por gjëra me ndjeshmëri publike, që është pora publike, unë besoj që çdo autoritet, bashki, kryeministër, kushdo qoftë një zyrë publike ka tagrin të hulumtojë dhe të informohet. Po pra po. Dhe në këtë nivel nuk besoj se është një symbol. Në rastin konkret, unë them që ka bërë mirë që e ka firmosur, nëse dokumentat kanë qenë në rregull. Berisha ka firmosur një gjë që ka firmosur Rama, atëherë pas kanë bërë mirë të dy, pse janë aty? Jo, po ka një gjë. Mos harro një gjë. VKM-ja dhe diferenca që ka njëri me tjetrin. VKM zoti Berisha ka përfituar 100.000 qytetarë dhe këta kanë sjell dëm shoqërisë, që kanë marrë me shumë detaje Basir. Ka një gjë që duhet ta themi të plot. Në mënyrën se si është dëm shpërblyer ajo familje, nuk është dëm shpërblyer asnjë familje tjetër. $60 ka përfituar jam marrë. Repart tjetër ushtarak nuk është kthyer ish pronarëve. Jo, nuk ka. Ka qenë I vetmi. Jo është kthyer klientëve të qeverisë. Si Elbasani me atë, se është kooperativ bujqësore aty. Pastaj nuk flas dot për gjëra që nuk I di. Unë po them ish pronarëve, asnjë repart tjetër di unë nuk ish kthyer. Siç ka ndodhur në rastin konkret të ish kompleksi Partizani, që ka qenë pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes, ka qenë repart ushtarak, ka mbrojtur edhe vetë futbolli. Thimi I destinacionit. Dhe kjo ka qenë. Jo, unë kam thënë edhe gjë tjetër ndjes, meqë se dihet që vetë. Dhe është një gjë shumë e mirë, mbarova, se është një gjë shumë e mirë. Nuk ka asnjë gjë të keqe, prandaj është ndërtuar një drejtësire që ka një pretendim në kryeministrit. Kjo është plako pa lindur. Dakor, po shkon para drejtësisë, jep argumentet e tij, merret në pyetje dhe kaq. S'ka asnjë gjë të jashtëzakonshme. Por kjo drejtësi dhe GKK-ja dhe SPAK-u për këtë është bërë. Nuk është bërë për ne. Po troket këtë. Po nuk ka të jashtëzakonshme. Jo, është bërë për ne, jo për Berlusconi është përballur me drejtsinë me miliona herë, me 10 herë, kupton? Ka qenë kryeministër në detyrë dhe shkonte në gjykat. Pra nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme në këtë mes. Nuk ka gjë të jashtëzakonshme. Unë shikoj gjë shumë pozitive. Ka gjë shumë interesante, unë kam thënë dhe dua ta përsëris. Vendimi I qeverisë janë kolegjiale. Janë 4 ministra të cilët janë pyetur për këtë histori. Ministrat të mbrojtjes dhe ministrat të linjave përkatëse kanë shprehur opinion dhe kanë marrë vendim që të shkojë, le të themi, I ekzekutueshëm pastaj në fund.
Nëse kjo është vepër siç pretendon prokuroria, pse se marr në hetim të pandehur edhe ata që kanë votuar që kjo të ndodhë? Përse janë përjashtuar nga policia penale edhe ata? Po merret pandehur gjithë qeverinë, sepse ky vendim për të kaluar pastaj ekzekutues ka marrë votën e çdo antar i kabineti. Pro, edhe ministrat e mbrojtjes, ministrat që janë përfshirë, edhe antarët e qeverisë kanë votuar pro, në rezultat që është vepër penale kjo, është dëmtuar program publike. Merrem në hetim, merret pandehur. Pse standardizim të prishur në këtë mesele? Pra nuk bind prokuroria posaçme. Kjo i takon atyre. Nuk bind, apo tani na takon ata po pyesin pse se kanë bërë këtë. Ajo që më them unë është mua nuk më çon në bindje. Ka patur disa pika të dobta gjithë procesi privatizimit të ish kompleksit Partizani, e para që ka patur kritikën e drejtorit të klubit sportiv Isatare, vepra penale. Isatare, i cili ka kundërshtuar dhe ka qenë dhe një general tjetër, nuk po vjen emri për momentin, e kam pasur intervistë dikur, i cili ka kundërshtuar ndryshimin e destinacionit. Pra që të kthehej te pronarët një pronë që ishte e ushtrisë. Dhe ai general është larguar. Ne kemi program publiku që u jepin destinacionin në shpytja. Po Ministria e Mbrojtjes ka qenë e para, ish ministri Erben Imami. Ka qenë i pari, po ka qenë porosi